Ndryshime në buxhetin 2025 miratohet bonusi për personat me aftësi të kufizuar, malaj 150 milion euro shtesë për Këshilli i Ministrave ka miratuar dhënien e një bonusi veçantë për personat me aftësi të kufizuara dhe kujdestarët e tyre. Lajmi u bë i ditur përmes një postimi në rrjetet sociale nga kryeministri Edi Rama. Sipas njoftimit të ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Petrit Malaj, bonusi do të jetë me vlerë 150 euro dhe do të përfitohet nga rreth 148.500 persona në të gjithë vendin. Po ashtu qeveria ka vendosur që fondet e papërdorura nga ministrit dhe institucionet shtetërore të transferohen në fondin e pensioneve. Sipas vlerësimeve paraprake, kjo shumë pritet të arrijë në rreth 150 milion euro. Ky vendim synon të mbështesë shtresat në nevojë dhe të forcojë më tej skemën e mbrojtjes sociale, veçanërisht në prag të fundvitit. Të dashur qytetarë, në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, miratuam aktin normativ të fundit të vitit për disa ndryshime në buxhetin e vitit 2025. Disa nga çështjet kryesore që miratuam nëpërmjet këtij akti normativ janë mbështetja financiare për familjet të cilat përfitojnë ndihmë ekonomike, si dhe për personat me aftësi të kufizuar apo kujdestarët e tyre. Masa e mbështetjes financiare në formën e bonusit të fundvitit do të jetë 15.000 lekë apo rreth 150 euro. Në total, nga kjo nisëm do të përfitojnë rreth 148.500 qytetarë me një fond total prej rreth 2.2 miliard lekësh.